Në fakt, ndër pikat që kemi sot në rendin e ditës, është edhe projekt rezoluta për Institutin e Studimeve të Krimeve dhe të Pasojave të Komunizmit. Një fatkeqësi e kombit shqiptar që ka krijuar mjaft plagë. Prandaj të dëgjosh sot në parlament që do të citohet komunizmi, të citohet Rosa Luxemburg, të citohen marksistët si pat keq, për mua është mungesë respekti edhe ndaj kësaj pike të rendit të ditës. Aq më tepër kur kjo vjen me hipokrizi. Vjen nga një oligark, fëmijë oligarku, i cili na flet sot për të majtën edhe për popullin. Nëse zoti Muçi, që të keni dhe mundësim për replik, dëshiron që të jetë i sinqert, atëherë unë ftoj që 3.3% që familja e tij ka në Arameras, në zonë të mbrojtur, në këtë pikën e rrethuar të kuqe, t'ia fali familjeve në nevojë. Dhe pastaj të vi dhe të flasi, si për të majtën, ashtu të flasi edhe për zonat e mbrojtura. Ose e janë i shkojmë bashkë në protest aty, pavarësisht se unë jam pro ndërtimit, si aty, si në zonën e 5 të mbrojtur në Zvërnec. Nëse zoti Muçi është i sinqert dhe na flet për arsimin, këtu në shkollën Koto Hoxhi në Gjirokastër, në obor të shkollës, të kërkojë që godina e familjarëve të tij, që do të jenë trashëgimtar, të shembet dhe t'i rikthehet shkollës Koto Hoxhi, t'i kthehet obori shkollës. Ai obor që me leje, s'po i hy si është marrë, se mund të flasim, po nuk më intereson për prindrit tuaj, më intereson që është në oborin e shkollës, është zaptuar obori shkollës për ju që flisni për arsim. Nëse ju do t'jeni sinqert dhe do na flisni, atëherë kujdes dhe çfarë shkruani. Sepse zoti Muçi ka shkruar në një tekst të vetin që falëmbështetjes financiare të prindërve të tij, pa të cilën edhe unë do të detyrohesha që ta siguroja jetesën si inxhinier ndërtimi, si që bëjnë qindra kolege e studentë mi. Si një person që e kam siguruar jetesën me djersën e ballit, si kamariere, si banakjer, që 14 vjeç, ta siguroj që nuk është turp ta sigurosh jetën si inxhinier ndërtimi. Turp është ta sigurosh jetën si përdredhës politik, sepse përdalja politike është turp, puna si inxhinier jo. Shoku Bido këtu ishte përgatitur me hardat e kundër zbulimit dhe foli gjatë për lloj gjërash, ndër të to përmendje dhe shkollën Koto Hoxhi. Shkollën në cilën unë kam bërë filloren time, në oborën e cilës kam kaluar fëmirin time me shok të lagjës, aty afër kam edhe shtëpinë, dhe që e kam shumë për zemër. Tani, Ardit Bido dhe gjithë Bidot e tjerë në këtë sallë, sidomos ta që janë deputet të partisë në pushtet, në qoftë se konstatojnë, e kanë detyrim kushtetues, në qoftë se konstatojnë një shkelje të një obori shkolle, një ndërtim në një zonë të mbrojtur, duhet të vënë në lëvizje organet kompetente për të ndaluar, për të ndërshkuar shkelësit e tyre. Por këta nuk e bëjnë këtë. Sepse kjo që sapo dëgjuat nga shoku Bido është salca e radhës, është salca që u hidhet sufllaqeve të patronazhistëve që pasi e bluajnë e nxjerrin me komente në rrjetet e mia sociale. Bido, doj selam këtij pashajt të vogël, tao paralelipipedit, se unë nga këto salca që gatuani ju natën vonë, nuk dua t'ja di fare. E sa më shumë gatuani ju, aq më shumë të rinjet të reja në veriten me ju e me gjithë Bidot në këtë sallë, e aq më shumë dalin aty në shesh për të protestuar. Ju jeni mësuar, se jeni shumë, jeni mësuar, jeni kalitur që njëri tjetrit t'i hidhni balt në gjithë to vite. Dhe tani këtë balt po ma drejtoni mua nga 2 akrat, se ngrit edhe kryegjyshi aty dhe përmendi Aramerasin. Dhe mendoni se unë jam vetëm, unë vërtet jam një në këtë sallë, po unë nuk jam vetëm. Sepse unë jam një nga 100 protestuesit aty në shesh, dhe kjo balë që më hidhni ju, jo që nuk më bën pis, po më tregon që puna që kam bërë deri tani është puna që duhet vazhdoj të bëj. Faleminderit kryetar.
kam parë që këto ditë i është bërë biografia çdo protestuesi që del atje 5 minuta se nga i merrni vesh këto informacione, unë nuk e di. Por dua t'ju kujtoj që ky parlament dhe pikërisht kjo mazhorancë është përgjegjëse për këto. 9 deputet, 8 kryetar bashkish, 38 këshilltar vendor, 542 nënpunës civil, të cilët u larguan si rrjedhoj e ligjit të dekriminalizimit se kishin qenë të dënuar. Tani pyetja ime është kjo: sa mirë që e gjeni që një protestues që del 5 minuta atje pas ka pas probleme me ligjin më përpara, po këto deputetët që i kandidonit vet, kryetarët e bashkive që i kandidonit vet, punojësit që i fusit administrat vet, pse nuk ja u gjenit këtë biografin ju, po ja u gjetëm ne, biografin që ju anëzorëm ju jashtë. Dhe nuk i kishin pak ata, drog, vrasje, pengmarrje, përdhunime, pafundësisht. To i sodhët ju në parlament. Së dyti, duat ngrej një shqetësim, kam sjellur një projekt ligj, që mendoj duhet vi sa më shpejt. Sot në burgun 313, 2 punonjës kanë humbur jetën, njëri 62, tjetri 63 vjeç. Është një rast i shpesht, në veçantit e punonjësit e policisë, të humbin jetën shumë shpejt, dhe unë kam sjellur një projekt ligj që të ulet mosha e pensionit për policinë e shtetit. Mirë do të ishte që të vi sa më parë ky projekt ligj, se qartazi është emergjente. Në rajon jemi vendi me moshën e pensionit më të lartë. Po në veçanti për policinë e shtetit, Kosova e ka 55 vjeç. Dhe do ju kërkoja njerëzish që ta sjellim sa më shpejt këtë çështje. Çështjen e tretë që dua të ngrej është për kolegët deputet, të cilët duan të bëjnë lora me partitë që kanë themeluar vetë. Nëse do doni të ishit serioz, mund të flisnit për bashortet e kryetarëve të këtyre partive, të njërit për këtyre partive, që këtej koordinon fondet IPA, fonde IPA për cilat kolegu juaj Beqja është sot në burg, dhe i shpërndante kjo si krye koordinatore, miliona euro, këte i mbani dhe i promovoni në për këto shoqata e OJF-ra tuajat dhe pasaj na i themeloni edhe si parti. Këto lojra nuk janë njëri, por në të gjitha rastet, se dëgjova që keni fut njëri, kjo partia ka futur këtëra, mund të kenë futur shumë gjëra, por kriminal nuk kanë futur këtu. Kjo është e vërtet. Për atë ekskluzivitetin e ka Partia Socialiste. Dhe me qënë se u përmend që është dita e parlamentarizmit dhe se ka ndonjë parti që duhet heshti, është Partia Socialiste, sepse është e vetmja parti që ka nxjerr armën dhe ka qelluar deputet të opozitës në Po, zoti Muçi, replik. Atere, A ju drejtua, zoti tani, Muçi? zoti Balliu, Ju drejtua zoti Muçi apo jo? po, përmendi gruan e kryetarit partisë time Qartazi. Sepse Çfarë pretendim keni zoti Muçi? urdhro, atere, a mund ta vazhdoj replikën? Ta dëgjojmë përsëri çfarë ka fjalën. Atere, Nuk ju ka përmendur zoti Muçi. zotria, po tani, a ludoj për partinë time dhe për mua? Okej, vijoni. Atere. Ta dëgjojmë. Atere, zotria në fjalë, zoti Balliu e nisi fjalën e vet, duke akuzuar kolegët e tjerë këtu që po merren me biografin e protestuesve, të deputetëve e me radhë. Dhe në fund përfundoi duke marrë me gruan e Alin Qorrit. Tani, unë nuk dua këtu të merrem me zotin Balliu, as me kush është zoti Balliu, as kush ka qenë babai i shokut Balliu, dhe as me gjëra të kësaj natyre, sepse unë nuk merrem këtu me biografinë e askujt. Unë di të them që nëse dikush ka një profesion dhe punon dhe menaxhon 100 qindra mijëra fonde të Bashkimit Evropian, duhet ta ketë për nder shoku Balliu. Dhe jo të ngrihesh ti aty tani e të na japësh mend se çfarë bën gruaja e njërit dhe e tjetrit. Sidoqoftë, kur unë flas për krye gjushatën, nuk e kam vetëm për shokun Sali, kam edhe për shokun Kleviz këtu. Megjithatë, shumë shpejt ky nivel në këtë kuvend do të marrë fund, sepse shumë shpejt do mbajnë zgjedhje parakoshme
dhe në këtë sallë do hyjnë njerëz që meritojnë të jenë pjesë e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Muçi e shpërdoruat replikën, mendova se do t'i referoheshit fjalës drejtuar ndonjë prej prononcimeve tuaja, por replika nuk merret kur përmendet kryetari i partisë, merret kur përmendeni ju drejt për drejti. Nëse zoti s'mund t'i japim replikë mi replikë. Dakor, pra vretjen e dashur në emrin tuaj. Tani s'japim dot replikë mi replikë. Zoti Leskaj. Sa po e more procedurë, të lutem tani. Edhe gjej momentin t'ju sjell edhe një herë vëmendje që deri tani asnjë fjalë nuk ka qenë për procedurë. Po e shpërdoron edhe këtë hapësirë, gjithsesi jeni deputetë dhe s'mund t'ju ndërpres fjalën. Po pra këtë drejt, e bëra vretjen, tani çfarë të themi? Jo, nuk ja dash procedurë, ja dash për... Nuk merret dot pra mbi replik, nuk replikohet. Okej, merreni, bëheni sqarimin tuaj replik 2 minuta. 1 minutë. Zotri, unë nuk thash se kush si qyshtek, ato i the ti se kush është filani dhe fisteku, sepse qartazi ju i dini dhe këto janë çështje të juajat. E vetmja gjë që kërkoj unë është mos u tallni me qytetarët, që na vini këtu dhe na bëni se ju ka pre barku ju për qytetarët, se po t'ishte ashtu zotri, vije këtu kur kemi ardhur ne të flisnim për zonat e mbrojtura, që kemi çuar 37 firma për t'i hedhur poshtë ligjin që kanë bërë këta këtu, flisje ti për bajrat, për hajrat, për xhabaftot, për ndërtimet në Ksamil, flisje ti, mos flisnim ne. Merru ti me çështjet që merrem unë dhe pastaj të marrin njerëzit seriozisht. Po këto filmat që juve ju vjen shumë keq dhe pastaj këte merrni lekët bashkë me këta dhe mos përmend ato se vinë nga Bashkimi Evropian, fondet e Bashkimit Evropian, volli dhe ajo Krifca që ishte këtu, edhe Beqa, gjithë fondet e atyre. Se unë ngopën me të shqiptarëve, marrin dhe këto tjerat. Po unë nuk merrem planin personal. E nxorre ti kryetarin tënd në çaj keti atë, nuk e nxorra unë. Tash se ja diti muhabetet aty s'është çështja ime o zot. Zoti Leskaj, fjala për ju, për